nga çkohë jemi në këto vende. Kështjellat janë kujtimet e kësaj toke ku janë varrosur stërgjyshurit dhe do të lindin stërniprit tanë. Në to është ruajtur historia e një populli që përshkoi shekujt me emrat ilir, arbër dhe shqiptar. Se i cili prej tyre mund të ketë qenë stërgjyshyrit. Ata jetonin këtu para 2000 vjetësh dhe quheshin ilir. Ndërmjet tyre, ishte një fis që mbante emrin me të cilin na njeh sot bota. Ata quheshin Alban. Të njëjtin emër mbante edhe qyteti i tyre kryesor, që ngrihej në një kodër shkëmbore pranë fshatit Zgërdhesh të Krujës. Muret rrethuese prej blloqesh në forma katërkëndëshe kanë mbetur si skelet gjigant të qytetit. Nga portat e qytetit niseshin rrugët që e lidhin Albanin me krahinat e tjera të botës ilire. Në to lëviznin udhëtarët, mallrat, në punësit e shtetit ilir. Dhe në vitin 229, u dyndën në to ushtrit pushtuese të konsujve romak. Ishte fillimi një lufte që vazhdoi për qindra vjet, pa fitues dhe të mundur, pa paqe dhe marrëveshje. Kur shuheshin zjarret e kryengritjes, mundohej ta mposhte shpirtin i lirë, vale e zakoneve dhe e gjuhës së huaj. Në Dyra, në shekullin e parë të erës sonë, pushtuesit ndërtuan një amfiteatër për ndeshjet e gladiatorëve. Një mbishkrim nga Apollonia bën fjalë se ndeshje të tilla zhvilloheshin edhe në këtë qytet. Megjithatë, pushtuesit romak që jetonin në banesa luksoze përbënin një pakicë. Edhe në këtë qytete popullsia e ilire ruhej si një grup etnik, siç del nga mbishkrimet e varreve, ku lexojmë emra ilir dhe shohim veshjet e veçanta të tyre. Viset e brëndshme e ruajtën kulturën e lashtë, duke marrë nga kultura romake ato gjëra që ndihmonin në zhvillimin e mëtejshëm të saj. Ndërsa dakët fqinj romanizuan, në Dardani popullsia e ilire mbeti e papërkulur gjatë gjithë kohës së pushtimit romak. Kështjellat janë shqetësimi shekullor i kësaj toke. Një shqetësim që ndjehet ende te gurët e rënd të kalasë së Pesqopit dhe që është shpërngulur më vonë te kështjella fqinje Petrelës. Në shekullin e 4 të erës sonë, u përplasën aty valët e para të dyndjeve barbare, që vazhduan për 3 shekuj duke mbuluar me zjarre hi
një qytetërim 1000 vjeçar, kaluar në gotë, punë, avar, slav, dhe nën këmbët e tyre ra perandoria romake, ndërsa Bizanti e friksuar shtyhej në fund të Ballkanit. Ilirët mbetën gjithmonë zotër të vendit, dhe kur kaloi vala e dyndjeve, ata zbritën nga malet, dolën nga kështjellat. Ishte po ai populli vjetër që fillonte një ditë të re në historinë e vet, me një kulturë të ri për të rirë, me një emër të ri. Ata quheshin arbër, ruanin emrin e lashtë të albanëve ilirë dhe banonin si ata, ndërmjet erzenit dhe matit. Edhe qendra e re e tyre ishte një trashëgimtare e qendrës së vjetër, që gjatë dyndjeve barbare, banorët e Albanit u shpërngulën në një vend më të mbrojtur që mori emrin Kruj. Nga kroje të dilin në buzë shkëmbit me të cilin u ngrit kështjella e re. Pranë hyrjes ndallohen pjesë të murit më të hershëm që i takon shekullit të 6 erës sonë, që atëhere kjo u bë qendra e këtij populli luftëtarësh dhe si një anije përshkoi shtërngatat me ngarkesën e një historie 1000 vjeçare. Gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur një numër i madh objektesh që krijojnë mundësi për studimin e kulturës së arbërëve. Për rezultatet e tyre, i u drejtuam autorit të gërmimeve arkeologut Skënder Anamali. Në këto vitet e fundit shoku Anamali janë bërë zbulime të shumta arkeologjike. A mund të na thoni se cili ka qenë kontributi që kanë dhënë arkeologët shqiptar në lidhje me gjendjen e shqiptarëve dhe autoktoninë e tyre në truallin ku banojnë sot? Arkeologjia ka dhënë prova bindëse dhe shumë të qarta, të cilat flasin në të mirë të vazhdimësisë ilire shqiptare. Kruja është një nga qendrat më të rëndësishme e cila i përket arbërve të hershëm dhe ku janë bërë zbulime arkeologjike interesante. Në varrezën që shtrije në veri të kështjellës së Krujës janë zbuluar dëshmi të shumta të cilat tregojnë kudo të pranishëm elementin e vazhdimësisë, si në ndërtimin e varreve, në rritin e varrimit, në objektet që majnë varret. Dëshmi arkeologjike për arbërit e hershëm janë zbuluar përveç treves ku ka qenë përhapur kultura e Komanit, bartë të së cilës kanë qenë arbërit dhe ku hyjnë zbulimet e bëra në Kruj, edhe në krahinat tjera të vendit tonë, sidomos në disa kështjella e qytete mesjetare ku kanë punuar ekspeditat tona. Të gjitha së bashku kanë vërtetuar atë që ka gjuhëtarët tanë kanë provuar me mjetet gjuhësore, se shqiptarët janë jo vetëm pasardhës të ilirëve, por edhe banor autokton të atë dhëut të tyre. Ndërsa një pjesë e sendeve, siç janë enët, veglat e punës dhe armët, të përdorura nga arbërit, përbëjnë krijime të reja sipas frymës dhe kërkesave të kohës, një pjesë tjetër, si zbukurime, mbajnë të qarta tiparet e trashëgimisë nga sendet e përdorura nga ilirët. Pas dyndjeve, sundimi i huaj bizantin u ruajt i mbyllur brenda mureve të qyteteve të mëdhenj. Një dursak, Anastasi i parë, që kishte zënë në vitin 498 fronin perandorak në Bizant, urdhëroi të ndërtoheshin mure të fuqishme rreth qytetit të vet të lindjes. Ato përfshinin vetëm një pjesë të qytetit të lashtë që ishte zvogëluar mjaft. Si edhe më parë, arbërit përbënin një pjesë të mirë të popullsisë së qytetit dhe ishin ndërtuesit e vërtet të mureve dhe godinave të tij madhështore.
Bizanti i mbante lidhjet kryesisht me anë të detit dhe vetëm në shekullin e 11 u vendosën lidhje të drejtë për drejta. Perandori dhe kisha vepronin së bashku për në nështrimin e arbërve dhe vendosin e plot të sistemit feudal në krahinat e tyre. Megjithatë, Durrësi mbeti një qytet arbëresh dhe punishtet e tij prodhonin sende sipas kërkesave dhe shijeve të popullsisë arbëreshe. Nëpërmjet Durrësit siguroheshin lidhjet tregtare me botën e jashtme dhe lehtësoheshin ato me zonat arbëreshe të veriut dhe jugut. Në veri, arbërishtja dëgjohej deri në Ulqin, i cili trashëgonte emrin e një qyteti i lirë. Pranë detit, lisi i vjetër por i përtërihej në mes të mureve të lashta i lire. Ato zgjaten faqet së kodrës si rrënjët e një peme që ushqejnë filizat e rinj të trungut të prerë. Kështjella e re u ngrit mbi gërmadat e Akropolit të vjetër, duke përdorur si bazë muret e tuara nga ilirët. Ajo kontrollonte një rrugë të rëndësishme që kalonte nga veriu në jug dhe lidhej me detin e Mitrimit, i cili gjithashtu ruante emrin antik. Duke nisur një udhëtim të gjatë nga liqeni i Ohrit, Drini përshkonte kudo toka arbëreshe. Mbi të, kështjellat pasqyronin të njëjtat trajta dhe njerëzit flisnin të njëjtën gjuhë. Sarda, pranë Shurdhakut të sotëm, trashëgonte emrin e një qyteti i lirë që ngrihej në fshatin Gajtan të Shkodrës. Banorët u shpërngulën aty rreth shekullit të 4 të erës sonë, duke ruajtur pozitën që zinte qyteza në rrugën natyrale të Drinit. 2 radhë muresh rrethonin qendrën e re, e cila ngrihej si gadishull mbi lumë. Brenda mureve të tyre ngriheshin banesat, kishat dhe punishtet, disa prej të cilëve janë zbuluar prej gërmimeve arkeologjike. Jashtë mureve, në të 2 anët e rrugës që të çonte në qytet, ishin varreza. Sendet e gjetura në Shurdhak gjatë gërmimeve janë të njëllojta me ato të Krujës dhe Lezhës. Sarda mbeti një qytet i rëndësishëm arbëresh deri në prishjen e tij nga turqit. Në drejtim të grykeve të Drinit, gjendet kalaja e Dalmacës, ku në fillim të këtij shekulli u zbuluan gjurmët e para të kulturës arbëreshe. Arkeologët e huaj e lidhen atë atëherë me popullsitë romanizuara ose të huaja.
Vetëm arkeologët shqiptar provuan se ajo i përkiste trashëgimtarëve të ilirëve, shqiptarëve të hershëm. Përhapja e tyre u ndojë nëpërmjet gërmimeve arkeologjike dhe në zonën e Kuksit, pjesë e truollit Dardan, që shtrihej drejt lindjes në Kosovë. Atje, ku drini merr ujrat e veta, vazhdonte nga lindja vargu i kështjellave arbëreshe. Mbi trojet e Engelanës ilire, vazhdoi të jetonte deri në dyndjet bullgare të shekullit të IX, një qytet që njihet sot me emrin Kalaja e Pogradecit. Këtu kanë banuar mjeshtrit që kanë ndërtuar bazilikën e bukur të Limit. Në mozaikët e saj është pasqyruar liqeni me ngjyrat, shpendët dhe peshqit e vet. Dyndjet e bullgarëve, që përçanë për 2 shekuj tokat e arbëreshëve, lënë vetëm kujtimin e emrit të qytetit që u quajt Beligrad. Murët e tij ishin rindërtuar mbi gërmallat e qytetit ilir Bargul në shekullin e 6 të erës sonë. Një lloj si Durrësi, ai ishte qendër me rëndësi e administratës bizantine. Qyteti dhe krahina rreth tij ishin një tredh tjetër e përqendrimit të popullsisë arbëreshe, e cila u ngrit disa herë në kryengritje kundër sundimit bizantin. Në jug, një radhë kështjellash të tjera të ngritur mbi muret e qyteteve ilire përbënin qendrat krahinave arbëreshe. Kanina ruan që nga ajo kohë muret e kështjellës, siç ruan krahina prapasaj kujtimin e emrit arbër. Rreth saj dhe Durrësit u zhvilluan në shekullin XI ngjarjet gjatë të cilave arbërit hyn pas 5 shekujsh në dritën e historisë së shkruar. Edhe studimet në fushat e tjera, kryesisht e etnografisë, provojnë një trashëgimi që është më e qartë në veshjet popullore. Te gruaja ilire dallojnë po ato këmishë me mëngë të shkurtra, jelekun, shamin e kokës dhe llambanen, që e ndeshim në tërë veshjen e sotme të grave shqiptare. Veshja e vjetër mezetare ruhet në tipin tjetër të veshjes së grave në vendin tonë, në atë të xhubletës së malësisë madhe. Te ky bari, nga qyteti i lirë Bimal, dallohen kallcat që bëjnë pjesë në veshjen me fustanellët të jugut ose me tirk të veriut. Në vitin 1047, përmendet për herë të parë emri arbër. Në vitin 1071, ato dalin si një forcë e rëndësishme ushtarake. Në shekullin e 13, midis Krujës dhe Pukës, një shtet i ri i hapi rrugën qeverisjes së pavarur vendasve. Ai quhej shteti i Arbërit dhe kishte qendër Krujën.
filloi një periudhë për të rritje e jetës ekonomike e bazuar në marrëdhëniet feudale. Qytetet e vogla, qendrat feudalëve, tërhoqën zejtar dhe tregtar. Ato ndesheshin edhe në thellësi të maleve, siç është kështjella e Stellushit në Qafmur. Poshtë kështjellës gjendej lagja e zejtarëve Varoshi, ndërsa në majtë të Shkëmbit, në vendin e fundit të qendresës, stera e ujit. Prapa si kudo, në kështjellat arbëreshe ishte gremina. Tani arbërit përbënin një popullsi që shtrihej në veri deri në rrethet e Tivarit. Qendra kryesore ishte në këto anë Shkodra, që trashëgonte bashkë me gjurmat e mureve ilire edhe emrin ilir të qytetit. Rreth saj gjendeshin disa qytete më të vegjël, si Drishti, Danja, Sarda. Në jug, lugina e Drinos përbënte një korridor për lidhje në zonave arbëreshe të detit Jon. Aty Gjirokastra zuri vendin e qytetit të lashtë Adrianopol, që vazhdoi të jetonte gjatë tërë mesjetës në anën tjetër të luginës. Mëtej nga jugu, toka e arbërve shtrihej aq sa shef syri nga kështjella e Çukës së Ajtojt, fusha e Çamërisë dhe gjiri i Prevezës. Ata quheshin arbër. Ishte një emër i lashtë dhe i ashpër si malet. Mira vjet më parë një popull nguli rrënjët e veta në këtë truall. Ai u lidh pas kësaj toke siç janë lidhur malet.